e Shqipërisë të njëjtën, kaos, garda që mbronte me çdo kusht socialistët, madje edhe me një lloj arrogance, pavarësisht protestave, pam që në kuvend ligjet që propozohen nga mazhoranca socialiste dhe Rama miratohen. Çfarë po ndodh në kuvendin e Shqipërisë dhe sigurisht do prekim edhe çështjen Balluku? Në fakt, është nëse e parë kjo skenë nga ana e mazhorancës, që janë në sekret gjithmonë në dijen e zgjedhjen për të mbyllur seancat parlamentare. Seanca djeshme nuk ishte si të ishte normale, duke pasur parasysh që një ditë më parë në kuvend kishte ardhur një shkresë nga Spaku, e cila kërkonte heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres zonës Balluku. Dhe shkresa ishte shumë e qartë, po thonë të menjëherë duhet të merret nga Komisioni i Mandateve në shqyrtim për të vendosur heqjen e imunitetit. Dhe çfarë ndodhi? Seanca nuk pranoi që kjo çështje të shqyrtohej dje dhe është më të normale, legjitime e moralshme. Është i moralshëm gjithë reagimi i opozitës, sepse nuk mund të pranojmë që të vazhdojmë një seancë normale parlamenti, por kemi në një kërkesë të prokurorisë posaçme për heqjen e imunitetit. Ne e kuptojmë që zoti Rama është në vështirësi, se normal vjen një ditë që zullumi trashet në atë pikë sa që do të futet dhe nuk mbahet më. Kjo në fakt ishte një ngjarje e pritshme, duke pasur parasysh ecurinë e këtyre 12 viteve të korrupsionit galopant të kësaj qeverie. Dhe prandaj them që seanca djeshme pa diskutim që do të shkonte në atë mënyrë. Po kuptohet që ka pasur reagime të ndryshme, se disa thonë përse opozita u soll në mënyrë të tillë, po tani pas 12 vitesh ku shihet që opozita nuk lejohet të kryejë rolin e saj, po atëherë vjen një moment i cili nuk bëhet fjalë për procedurë normale në parlament, po kuptohet që të kalojë në veprime pak sigurisht madje qytetarët e kanë parë zoti Cara që këto veprime janë edhe disi të vonuara, pasi i kanë kërkuar më herët këto reagime, mund të themi, jo në kuvendin e Shqipërisë, por gjithashtu edhe në terren. Tani por që të vazhdojmë me argumentat që mos merremi me këtë pjesë, dhe kjo është një tetë diskutim. Po fundi fare çfarë kërkon opozita? Po kërkon pikërisht atë që Rama e ka pasur si kal betejë në këto vite që është krijuar Spaku, edhe ne nuk mund ndërhyjmë në punët e drejtësisë. Dhe ky është rasti kur Rama tani më ka ndryshuar qendrim. Nuk është më Rama i Sajmir Tahirit, nëse kujtohet, që me thonë të drejtën në atë kohë Sajmir Tahirit, i Arben Ahmetajt, i tjerë me radhë është një listë e gjatë. Këtë radhë zoti Rama e ndjen shumë pranë, sepse fakti që tani priten dhe hetime të tjera duke filluar për zotin Agaçi, i ministrat të tjerë, e kupton që Spaku po arrin dhe po futet dhe në zyrën e kryeministit. Dhe aq më tepër, siç pakon thuhet në disa media e portale, emri i kryeministit në këto dosje. Më thatë Angela Agaçin më përmendet? Po, edhe për Angela Agaçin, edhe për gjithë pritet që të ketë përsëri masa të reja nga Spaku. Por gjithsesi, për të ngelur tek procedura, sot pam një teatër të shëmtuar të majorancës. Po. Se të gjithë e dinë që Komisioni i Mandateve përbëhet nga 10 anëtarë dhe mbi të gjitha sot ato nuk morën asnjë vendim, po kërkuan thjesht një shtyrje pa pasur një arsye objektive. Kjo tregon sepse kjo mazhorancë është siklet është shumë konfuze. Kuptohet që përbëhet barikadë dhe të vonojë sa të mundet pikërisht hetimin e Spakut. Unë jam i bindur që sado që të mundohet nuk do të arrit dot zoti Rama, por i gjithë ekipi i tij që të shpëtojnë në thojë zotor nga ky presion i Spakut të drejtësisë, dhe por në qoftë do nga të dhënat që un kam brenda në komision ka pasur një debat se për sa kohë duhet që të shihen materialet, të njihen me materialet, po. Dhe në atë mbledhje ka qenë avokati i zonjës Balluku. Dhe avokati i zonjës Balluku, por edhe prokurori i çështjes zoti Premshi, por dhe zoti Bravo, kanë thënë që e lejmë në diskrecionin e komisionit afatet. Ka pasur një dakordsi, siç më thon, maksimumi 3 deri në 5 ditë ka thënë prokurori, edhe avokati më thanë që është tërhequr, por gjithsesi vendim përsëri nuk është marrë. Kjo siç duket,
paktën si shohin në media, si duket majoranca nuk ka pasur akoma një konfirmim të veprimit ose një urdhër të zotit Rama, se duhet të kuptojmë në gjithë historinë e majorancës të gjithë komisioneve, asgjë nuk bëhet pa bekimin e zotit Rama. Pra, kemi një ekip në komision të majorancës, i cili pavarësisht se janë antarë të komisionit, por duhet të kuptojmë që janë në urdhrat e Ramës. Dhe në këtë rast sekreti hetimor Sekreti hetimor, deputetët të cilët janë në komision duhet të marrin materiale. Pse u penguan sot? Sekreti hetimor, thonë antarët e majorancës, duhet të ruhet. Dhe unë e kuptoj që pyetja është shumë e thjeshtë, derisa në atë sallë, në këtë mbledhje, ishte edhe avokati i zonjës Balluku. Dhe problemi është që duhet të ruhet sekreti hetimor që mos të merret nga avokati. Po atëherë, ku është problemi se nuk po kuptoj për çfarë shërben komisioni mandateve në qoftë se thua që nuk do të jap provat. Sepse i kam në USB, thotë zoti Peleshi, dhe unë mendoj që dalin provat. Atëherë, kalon direkte në marrje vendimi, duhet apo jo, t'i hapim rrugë spaku. Sepse në këtë unë nuk kuptoj në fakt logjikën e komisionit. Komisioni mbledhet për të marrë vendime, apo jo. Komisioni nuk besoj që është marrë për të dhënë këshillime. Sepse o do marrësh vendime në një komision, ose thoni që ky komision i mandateve është vetëm për këshillime. Me sa dim, të gjithë është për të marrë vendim, apo jo. Në rastet kur nuk gjejnë konsensus për vendim, kuptohet mund të kalojë të seancës plenare, sepse aty është në numër të barabartë antarë. Dhe e gjitha kjo më lën të kuptoj që bloku kryesor nuk është nga antarët e majorancës, por është nga zoti Rama. E qartë, sigurisht, të kujtojmë, zoti Cara, që kryeministri ka thënë do të përdorim edhe artillerin ton prej 83 mandatësh që na ka bekuar populli shqiptar për të shkuar deri në fund kësaj çështje dhe për ta mbrojtur ashtu siç ka dinjitet edhe në Bashkimin Evropian, ka cituar Rama. Pra, do përdor forcën time si majorancë, arrogancën e kartonave për të bërë çfarë